Përshëndetje për të gjithë teleshikuesit e televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ju përshëndes nga Malësia. Mirë se takohemi sërish të bashku për të përcjellur si çdo herë të rejat më të fundit që përkasin shqiptarëve në Maltësi. Me 21 shtator do të jetë në Shqipëri Papa Francesku. Ky është papa i dytë i cili do të shkel trojet shqiptare pas 21 viteve, kur Papa John Paul i dytë konkretisht me 25 prill të vitit 1991 vizitoi Shqipërinë. Në mesin e gjitha këtyre vendeve evropiane të cilat i bëjnë ftesë Papa Franceskut, ai ka zgjedhur Shqipërinë, vendin e parë evropian për ta vizituar. Ai do të jetë në Tiranë me datën 21 shtator, ditën e diel. Dhe në sheshin Nën Tereza do të mbaj meshën e shenjtë, ku do të marrin pjesë mijëra qytetarë shqiptar, të cilët e ndjejnë këtë datë si një datë historike dhe shumë të rëndësishme. Në sheshin Nën Tereza me 21 shtator do të jenë prezent gjithashtu edhe malsorët nga Malësia, të cilët tashmë në mënyrë të organizuar përmes Kishës së Tuzit, organizatori së cilës është Patër Frani Dushej, me 3 autobus rreth 150 malsor do të nisën drejt kryeqytetit shqiptar, drejt Tiranës, të dielën me 21 shtator për të bërë pjesë e kësaj meshe të shenjtë e cila do të mbahet në sheshin Nën Tereza. Gjithashtu do të jenë edhe malsorë të tjerë të cilët në mënyrë individuale do t'i drejtohen Tiranës me automjetet e tyre. Kështu që edhe Malësia do të bashkohet me pjesën tjetër të shqiptarëve të cilët kanë zgjedhur datën 21 shtator për të qenë prezent në këtë meshë të shenjtë, në këtë datë historike ku Shqipërinë, Tiranën do ta vizitojë Papa Francesku dhe gjithë vëmendja botërore do të jetë në Shqipëri, do të jetë në Tiranë, do të jetë tek shqiptarët. Dhe tani le të kalojmë tek lajmet nga politika. Me 25 maj në Maltësi janë mbajtur zgjedhjet lokale. Nga këto zgjedhje lokale, në kryeqytetin e Malit të Zi në Podgoricë, askush nuk e ka fituar shumicën. Shumicën dërmuese të votave ka marrë koalicioni për Malin e Zi Evropian Mjedho Gjukanović, por jo numrin e mjaftueshëm për të formuar shumicën qeverisëse 4 vjeçare. Që nga ajo datë deri sot janë bërë bisedime të shumta për formimin e koalicionit pasuzgjedor për të udhëhequr kryeqytetin e Malit të Zi. Por ato bisedime kanë qenë pa rezultat deri në ditën e sotme, ku tashmë është arritur marrëveshja e koalicionit qeverisës 4 vjeçar në mes të Partisë Demokratike të Socialistëve Mjedho Gjukanović dhe Partisë Social-Demokratike Ranko Krivokapić. Shumë shpesh ka patur edhe bisedime në mes të Partisë Social-Demokratike të Ranko Krivokapić me pjesën tjetër të opozitës, por ato bisedime nuk kanë arritur rezultatet konkrete. Rezultati përfundimtar është ky që tashmë Mjedho Gjukanović dhe Ranko Krivokapić kanë rënë dakord për të udhëhequr kryeqytetin e Malit të Zi për 4 vite të ardhshme. Dhe kryebashkiaki i Podgoricës është zgjedhur Slavoljub Stjepović nga radhët e Partisë Demokratike të Socialistëve, i cili zëvendëson Miomir Mugoshën. Kurse kryetar i kuvendit të Podgoricës është nga radhët e Partisë Social-Demokratike dhe ai është Gjorgje Suhi. Sa i përket opozitës, ata ndjehen të zhgënjur për këtë tezgjatje të këtyre bisedimeve, për këtë zvarritje të kohës. Dhe përfundimi është që Mjedho Gjukanović dhe Ranko Krivokapić kanë rënë sërish dakord për udhëheqjen e tyre të përbashkët. Kalojmë tek një informacion tjetër që ka lidhje me shqiptarët në Maltësi. Një shqiptar është zëvendës ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Podgoricë në Maltësi. Ai është Bix Aliu dhe është i pari dhe i vetmi deri tani që emërohet në detyrën më të lartë në diplomacinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai mori mandatin si zëvendës shef i misionit në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Podgoricë në Maltësi. Është i lindur dhe rritur në Chicago, Illinois. Prindërit e tij janë shqiptar, konkretisht nga Kërçova në Maqedoni, familja e cila ka emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1960. Bix Aliu ka arritur në Maltësi në fund të muajit gusht dhe aktualisht është në detyrën e zëvendës ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maltësi. Bixi mban një diplomë në mjeksi të marrë në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë së Kosovës dhe një diplomë dhe master në Akademinë e Studimeve Strategjike nga Kolegji i Luftës së Ushtrisë Amerikane. Ai flet shumë mirë gjuhën shqipe dhe rrjedhshëm gjuhën malazeze, maqedonase, serbe dhe polake. Bixi dhe gruaja e tij, doktor Nora Zajazi, kanë 2 fëmijë, vajzën Tean dhe djalin
Bledin. Dhe tani të kalojmë tek një gest human i ardhur nga radhët e malësorëve tanë të cilët jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për George Dodon Camaj, i cili në emër të familjes së tij, për shpirt të babait të tij, dhuroi 1650 euro, të cilat ishin të mjaftueshme për të blerë kaldajen e re të paralelës së shpërndar në Sukrruç të shkollës fillore Mahmut Lekić. Ai kishte vendosur që në emër të familjes t'i dhuronte diçka bashkësisë lokale të Sukrruçis, të cilës i përkasin. Pasi është konsultuar me kryetarin e bashkësisë lokale të Sukrruçit, Zefdet Vukaj, i cili është gjithashtu dhe punëtor i shkollës fillore Mahmut Lekić, ka vendosur që të dhurojë këto të hodha për të blerë këtë kaldaj e cila i mungonte kësaj paralele. Në fakt, paralelja shpërndar në Sukrruç kishte një kaldaj, por një kaldaj e cila kishte dalur tashmë jashtë përdorimit, e cila 3 vitet të fundit pësonte defekte të herpashershme. Tashmë, me mjetet të siguruara nga George Doda Camaj me familjen e tij, paralelja shpërndare e Sukrruçit gëzon kaldajën e re, edhe kjo paralele tashmë gëzon ngrohjen qendrore të cilën do ta shfrytëzojnë gjatë stinës së ftohtë të dimrit. Fal donatorëve të tillë, gjithmonë Malësia ditën ndjehet krenare. Kjo shkollë tashmë gëzon ngrohjen qendrore. Për këtë gest, George Dodon Camaj dhe familjen e tij kanë falendëruar drejtoria e shkollës, stafi pedagogjik, gjithashtu edhe nxënësit e kësaj shkolle dhe prindërit e tyre. Janë gjeste të cilët vërtet meritojnë për të vlerësuar dhe për të admiruar. Malësorët tanë gjithmonë din të tregohen bujar dhe din të tregojnë interesimin e tyre për malësinë e tyre, të bëjnë investime të duhura aty ku duhet, në shkolla, në rrugë, por edhe në shtëpitë e tyre, pa harruar asnjëherë në kisha dhe xhamia që nuk mungojnë kur donacione të tilla. Me këtë gest human, neve kemi ardhur në fund të këtij raportimi, ku s'na mbetet gjë tjetër vetëm t'ju falenderojmë të gjithëve. Bashkë do të takohemi javës tjetër. Deri atëherë